Lexojmë shëmbëltyrën e djalit plagprishës tek Ungjilli sipas Lukës. Është kapitulli 15 nga paragrafi 11, Ungjilli sipas Lukës. Tha akoma, një njeri kishte 2 bij. Mëjëriu i tyre i tha babait, atë më jep pjesën e pasurisë që më takon, dhe ati u andau mes tyre pasurinë. Mbas pak ditësh biri mëjëri mblodhi çdo gjë, shkoi në një vend të largët dhe atje i prishi gjithë pasurinë duke bërë një jetë të shthurur. Por si i shpenzoi të gjitha në atë vend, ra një zi e madhe buke dhe ai filloi të jetë në hall. Atëherë shkoi ai u ngjit pas një banorit atij vendi, i cili e çoi në arat e tij që të ruaj derrat. Ai dëshironte të mbushte barkun me lëndët që hanin derrat, por askush nuk ja jepte. Atëherë erdhi në vete dhe tha, sa punëtorëve të mëditës të atit tim u tepron buka, kurse unë po vdes nga uria. Do të qohem dhe do të shkoj tek i mat dhe do t'i them atë, më katova kundër qiellit dhe para teje dhe nuk jam i denjtë të quhem yt bir, trajtom si një nga mëditësit e tu. U qua pra dhe shkoj tek i ati, por kur ishte ende larg i ati e pa, me dhëmshuri, u lëshua vrap rambi qafën e tij dhe e puthi. Dhe i biri i tha, atë, më katova kundër qiellit dhe para teje dhe nuk jam më i denjtë të quhem biri yt. Por i ati u tha shërbëtorëve të vet, sillni këtu rrobën më të bukur dhe visheni. I vini një unaz në gisht dhe sandale në këmbë. Nxirrni jashtë viçin e majmur dhe therreni, të ham dhe të gëzohemi, sepse ky biri im kishte vdekur dhe u kthye në jetë, kishte humbur dhe u gjet përsëri, dhe filluan të bënin një festë të madhe. Djali i tij i madh ishte në ara dhe kur u kthye dhe ju afrua shtëpisë, dëgjoi këngë e valle. Atëherë thirri një shërbëtor dhe e pyeti ç'ishte e gjitha kjo, dhe ai tha, u kthye yt vëlla dhe yt atë theri viçin e majmur, sepse ju kthye djali shëndosh e mirë. Kur i dëgjoi këto, ai u zemërua dhe nuk deshi të hynte. Atëherë i ati doli dhe ju lut të hynte. Por ai ju përgjigj të atit dhe tha, ja u bën kaq vite që unë të shërbej dhe kur s'kam shkelur asnjën nga urdhrat e tu, e megjithatë kur s'më ke dhënë një kec për të bërë një fest me miqtë e mi. Po kur u kthye ky djali yt, që prishi pasurinë tënde me prostituta, ti there për të viçin e majmur. Atëherë i ati i tha, o bir, ti je gjithmonë me mua dhe çdo gjë që kam është jotja. Por duhet të festojmë dhe të gëzohemi, sepse ky vëllai yt kishte vdekur dhe u kthye në jetë, kishte humbur dhe u gjet përsëri. Amen, fjalës të Zotit. 2 njerëz, 2 të rinj, të cilët kanë nevojë pendeset, që të dy, sepse të gjithë njerëzit kemi nevojë për pendes, që të dy kanë nevojë të pendohen. Njeri u pendua dhe tjetri nuk u pendua. U shfaqsua në syt e Perëndis, djali më i madh. Ma ishte pranë atit të tij dhe mundësisht punonte në veprën e të atit. Punonte, mundohej, ishte gjithmonë në shtëpinë e atit të tij, kishte shok dhe miq të vet, por kishte dhe ankesa nga ati. Dhe jo vetëm nga ati, por dhe nga vëllai i tij që ishte larguar. Kishte urrëtie, kishte të keqe, ligësi brenda tij, ma ishte në shtëpinë e atit të tij. E të mërshme është, vëllezër dhe motra, të jem në shtëpinë e atit tim dhe të mos i ngjaj atit tim. Është të mërshme të shofe Perëndia zemrën time, të jem në shtëpinë e atit tim dhe të mos i ngjaj atit tim. Që të bëheni, thot, bijtë atit tuaj që jeni në qiell, lutuni për armiqtë tuaj, bëjuni të mirë atyre që ju përndjekin, lutuni për ato që janë kundër jush, në mënyrë që të bëheni bijtë atit tuaj, që të bëhemi, vëllezër dhe motra, bijtë atit ton, le të falim, sikur se fal ati jon,
që të dy kishin nevojë për pendes, të pendohen. Jeta e tyre nuk ishte e njëjtë, sikur se tham, njëri ishte në shtëpinë, vepronte në veprën e tij dhe ajo që punonte dhe bënte nuk e shfaqsonte përpara Perëndis. Kënaqej Perëndia që punonte. Patjetër që të kënaqet Perëndia kur shef që shërbejmë, por nuk më shfaqson vepra ime përpara Perëndis. Bëra veprën tënde o Zot. Bëra atë që më the o Zot. Bëra atë që më the. Bëra, mundova, fola, çfarë do bëra, Çdo vepër që na ka dhënë Zoti, çdo talent që të kemi përdorur, nuk na shfaqson përpara Perëndis, vëllezër dhe motra. Por gjaku i Krishtit është ai që na shfaqson. Dhe do të shkojmë në qiell, sepse Zoti ka larë mëkatet tona, vëllezër dhe motra. Ka falur mëkatet tona. Ka ndrequr marrëdhënien tonë mes tij, Për këtë arsye do të shkojmë në qiell. Zoti do ta bëjë kur ne të pendohemi dhe të kthehemi. Por shpërblimi jon, nëse shkojmë atje në qiell, do të jetë sipas mundimit ton. Por çfarë ta bëj? Që të jem lodhur këtu në tokë, të jem munduar, të kem punuar jashtëmaset, por mëkati im të mbetet në mua. Gabimet e mia të qëndrojnë në mua. Dhe që të dy banonin të njëjtën shtëpi, njëri nga të dy mojëriu mori një vendim një ditë që të largohet prej shtëpisë. E lexoi në zemrën e tij ati i tij, por ati i tij nuk ja prish atë që don të bëjë, sepse Perëndia atë e lën të lirë njeriu të vendos. Djalli është ai që e lidh njeriu me mëkatin. Perëndia e çliron njeriu dhe e lën të lirë të zgjedh dhe i thot: "O atë, më jep pjesën e pasurisë që më përket." Magi takonte ndonjë pjesë e pasurisë. Ati si ato që kishte do t'i jepte tek fëmijët e tij. E mirë, i thot birim, ja jep pjesën që i takonte më të rijut dhe mundësisht u andau të dyve, ja dha dhe të madhit edhe të rijut, Tani, përse tjetri u grind pastaj se mua s'më dhe një kec të bëj një fest me shokët e mi, nuk e dim. Dhe iku në një vend të largët. Vendi i largët, vëllezër dhe motra, është vendi i mëkatit. Është ai vendi ku shkoj kur të bëj mëkatin. Kur nuk bëj atë që don Zoti. Kur e njoft se cili është vullneti i Perëndis, por unë nuk e vlerësoj dhe shkoj në mëkatin tim. Kur e di se ç'është ajo e mira dhe ndërgjegja ime akoma më keq të jetë e djegur dhe të thot nuk prish gjë. Akoma më tepër të them e mirë do të kthehem, por pak më vonë. Por kështu nuk e di nëse do të mund të kthehem kurr. Po të kthehem do të më pranoj Zoti, por a jam i sigurt se do të mund të kthehem? A jam i sigurt se zemra ime nuk do të ftofet, do të bëhet gur dhe nuk do të thyet me asgjë që të mund të kthehem? Djali plankprishës shkoi në një vend të largët që ishte vendi i mëkatit dhe i bëri një jetë të shturur. Këtë jetë nuk mund ta bënte në shejtrim dhe në pastërti. Nuk mund ta bënte. Dhe sa keq është, vëllezër dhe motra, mëkati të trokas deri në kishës dhe akoma më keq të gjej vrima dhe hapësira dhe të mund të futet brenda në kishë. Dhe për këtë përgjegjësi kemi të gjithë, pleqt, dhjakët, populli i Perëndis, të rinë, të moshuarit, të moshës së mesme, të gjithë. Mëkatin tim e sjelli përpara vëllezërve të mi, e marr mëkatin dhe e bie këtu përpara popullit të Perëndis. Mos ndodh një gjë e tillë. Por mëkatin tim, nëse e bëj përpara Perëndis, patjetër që gjendem. Të lutem o Zot më fal, dhe nëse bie përsëri. Larg pra jetonte në një jetë të shturur mojëriu dhe i shpenzoi të gjitha sa kishte. Jetë të shturur nga njëra anë, nuk kishte gjë që të mbushte, sepse kur je në mëkat nuk mund të mbushësh përsëri. Nuk mund të vijë fryma e shenjtë që është delikate, e shenjtë dhe e bekuar të më mbush përsëri. Nuk mundet përsëri fjala Perëndis të vijë të bi, të futet brenda mejet, sepse zemra ime është e mposhtër prej mëkatit. Për këtë arsye duhet të shejtarohem, të pastrohemi gjithë secili për veten e vet. Nuk mund të rimbushej ai njeri dhe kështu
i shpenzoi dashurinë, shpenzoi gëzimin, shpenzoi bekimin që kishte në shtëpinë e atit të tij, i humbi të gjitha dhe pa pritur ato që dëgjonte ishin ato që shiften nga bota. Dhe ato që bëri dhe dëgjoi ishin ato që dëgjonte bota dhe ato që jetonte bota. Ku jeton, në botë apo në Krishtin? Çfarë shef? Shef mrekullitë e Zotit, shef dashurinë e Atit, apo shef ato që bota të tregon nëpërmjet një ekrani, telefonit apo laptopit? Çfarë dëgjon? Këngët e kësaj bote? Apo zërin e frymës të shenjtë që therret dhe thot: kthehu popull, kthehu popull, kthehu popull. Ka përqafimin e tij të hapur Ati, vëllezër dhe motra. Na pret të kthehemi. Qëndronte atje dhe priste Ati. Çfarë të them? Një dashuri të tillë, një dëmshuri të tillë, sa herë që lexoj, coptohet zemra ime, por gjithmonë Zoti më drejton në kryq të Golgotës. Atje u tregua dashuria e Atit, edhe birin e tij, vëllezër dhe motra. Birin e tij për mëkatin tim, për njollosjen e zemrës time, të trupit tim, të frymës time, dha Krishtin dhe paguaj ti. Dhe kam dhurat tani që të bie në gjunjë dhe të them: o At, dua të kthehem. Dua përsëri të vish të më pastrosh. Nuk dua shumë, dua të jem një shërptor i yti, një i fundit atje në një cep. Atje në fund. Nuk kërkoj diçka kur kthehem. Nuk kërkojmë kur kthehemi. Të kthehem, o Zot, të më falësh dhe atëherë të më bësh kështu dhe ashtu, Jo. Nuk shkoj kështu, djali plank prishës. Nuk u kthye në këtë mënyrë, por erdhi në vete. Ja, hapi i parë dhe më rëndësishëm. E kuptoi se si ishte pozicionin e tij. Kishte shpenzuar gjithë pasurinë e Atit të tij dhe i kishte mbetur vetëm mëkati. Gjitha të mirat që kishte i humbi. I mbeti një shkreti në zemrën e vet, nuk mund të hante, do të mbushte barkun, por as ushqimin e derrave nuk e linin të hante. Dhe kështu një moment erdhi në vete dhe tha: ç'bëjën këtu? Ma kjo është jeta. Kjo është jeta ime përfundimisht. Kështu do të jetoj unë tani tutje, dhe jo vetëm me kaq, për të humbur edhe jetën e përjetshme, sepse Zoti po vjen, vëllezër dhe motra. Dhe në çdo moment mund të dëgjohet boria të shkojmë për në qiell. Erdhi në vete. Kjo, vëllezër dhe motra, do të thoja se është gjysma e shërimit, ashtu sikur e dim të gjithë, të kuptojmë se ku jemi, cili është pozicioni im, cila është gjendja ime, cila është gjendja jonë. Sa shërptorëve të mëditës, ato që punojnë tek Ati im, ju tepron buka, sepse kush i shërben Zotit, Zoti i jep me tepri. Kurse unë këtu po humbas dhe po vdes nga uria. Kjo është gjendja në të cilën jam. Dhe tani mendimi. Erdhi gjendjen e tij, hapi i parë. Pastaj hapi i dytë. Ja çfarë do të bëj? Do të qohem, pra do të qohem nga këtu ku jam, do të bëj diçka, nuk do të rri aty të pres, do ta bekoj Zotit, do të na bekoj. Daniel, do të qohem, tha, do të shkoj përpara Zotit, me lutje, me stërlutje, me agjerime përpara Perëndis. Do të ngrihem, do të shkoj tek Ati im, ngrihem dhe kam një udhë për të bërë, është larg. Kur erdha në vendin e largët, ja mendoj kështu djali plankprishës, shpejt vjen nga mali i shenjtë që të shkosh në mëkat, është dyshez rruga, shkon shpejt, kurse kthimi është malore, por është bekuar, udhë bekuar. Sepse në momentin që do të marrësh vendimin përfundimisht të shkosh dhe të ngrihesh të shkosh, do të vijë prania e Perëndis. Përqafimi i Atit, sikur do të shohim më vonë. Do të shkoj tek Ati im. Atëherë pra djali plankprishës mendoj Atin e tij. Atin e tij. Vëllezër dhe motra, të mendojmë edhe ne Atin ton, gjithë secili për Atin e tij. Ndërsa djali më i madh, kur u afrua, thot,
tek shtëpia, sepse ishte mësuar të shkonte në arat dhe në shtëpi, por tek ati nuk shkonte. Djali plank prishës tani, për ulja e tij, Perëndia i dha detyri, do të shkoj tek ati im, tha. Tek ai do të kthehem. Tek ai do të shkoj. Do të shkoj, thot Danieli, të kthej shikimin tim tek ti, o Perëndi. Ju kujtohet vëllezër Pietri kur ishte në det. Jezusi që ecste mbi det dhe ishte bashkë me dishepujt Pietrin e Anije, në varg ku ishte, e provoi Jezusin dhe i tha: Zot, nëse je ti që po ecën mbi det, më thuaj ose urdhërom, thuaj një fjalë që të vi drejt tejet duke ecur dhe unë mbi ujë. Nuk tha të eci mbi ujë, por të vi drejt tejet mbi ujë. Pra qëllimi i Pietrit nuk është të ecë mbi ujrat, bekim, gëzim do të jetë, por të vi drejt tejet, o Zot, të vi tek ti. Dëshira e Pietrit ishte të shkonte tek Krishti, vëllezër dhe motra. Dëshira zemrës tonë është të shkojmë tek Krishti, por shpesh herë ka ujra përpara nesh. Ka zemër që zemra nuk don, mishi që nuk dëshiron ta lejë mëkatin, nuk don të kthehet, nuk don të hyjë në derën e ngushtë dhe në udhën e vështirë. Por kur të marrësh vendim që ta bëj, atëherë do të dëgjosh zërin e Perëndis të thot: Eja Pietër, dhe kur të thot fjalë Zoti, do të ecë populli i Perëndis mbi ujrat. Kur të thoj fjalë Zoti, atëherë do të kthehet dhe zemra jon sikurse e kemi përgatitur. Dhe do t'i them: O atë mëkatove përpara qiellit dhe përpara teje, dhe s'jam më i denjtë të quhem biri yt, për më bëj si një nga shërptorët e tu. Dhe u ngrit dhe shkoi drejt atit të tij. E treta, bëri atë që tha. Them përsëri, pa gjendjen e tij, mendoj se çfarë të bënte, dhe e treta është se e bëri. Nëse se ju thot, i dini këto, të lumur jemi kur t'i bëni këto. Dhe jemi të lumur kur e bëjmë fjalën e Perëndis. Jemi të lumur atëherë kur e bëjmë fjalën e Perëndis, sepse nuk mjafton të them Zot, Zot, por duhet që ta bëj vullnetin e Perëndis. Dhe nga momenti që u kthye tek ati, gjithë surprizat do ta presin. E dini se nga momenti që do të kthehemi, gjithë surprizat do të kemi përpara. Dhe surpriza e parë është ajo që nuk priti me asgjë. Ati të vrapoi drejt tij, pra ati e priste. E pa nga larg, ndërsa është akoma larg dhe po mundohet të vijë djali, i ati e pa nga larg. Dhe distanca që tani më i ndante, shkoi drejt tij ati, që ta ndante. Atë që nuk mund të më i biri të ecte, e bëri i ati. Shkoi dhe e përqafoi, sepse pati dhëmshuri për te. Vrapoi, e puthi, pasi e përqafoi e puthi, dhe ndërsa dëgjonte fjalët e birit të tij që t'i thot: mëkatova përpara qiellit dhe teje, dhe s'jam më i denjtë të quhem biri yt, me të vërtetë, vëllezër dhe motra, u coptua zemra atit të tij dhe u drejtua shërptorëve duke ju thënë: silleni këtu rrobën e parë, dashurinë e parë e le. Silleni përsëri rrobën që kishte dikur të veshur. Visheni atë. Visheni përsëri, sepse ishte i zhveshur. Jepni dhe veni në dorën e tij onazën, sepse kishte humbur, dhe vejani përsëri onazën e tij. Përsëri të mbushet me frymë të shenjtë, do të mbushesh përsëri me praninë e Perëndis dhe do të ngjit Zotin në malin e tij të shenjtë. Dhe therrni edhe viçin e majmur që atë që kemi më të mirin, ta bëjmë flijim për birin, dhe të gjithë pasi të ham, kush të gjithë? Të gjithë sa janë në shtëpinë e atit. Për një mëkatar do të hanë të gjithë që u kthye, do të hanë edhe shërptorët, do të hanë edhe shërptorët, edhe djali më i madh, për të gjithë ka ushqim ati në shtëpinë e tij, vëllezër dhe motra, për të gjithë ka. Do të shkosh të hash. Djali më i madh nuk shkoi të haj. Nuk shkoi ky njeri. Përfantazoni gëzimin e mëtëriut që u kthye në shtëpinë e atit.
Fantazoni gëzimin në kish se u kthye një mëkatar, dhe në qoftë se një sot kthehet dhe zemra e tij kthehet tek Zoti, sa gëzim i japim Zotit, vëllezër dhe motra. Fantazoni që të ishim të gjithë ne dhe të ktheheshim tek Zoti, sa gëzim të madh do të jepnim. Duhej, thot, të gëzohemi dhe të dëfrehemi, thot Ati, sepse vëllai yt ishte i vdekur dhe erdhi në jetë, i humbur dhe u gjet. Dhe uroj të na gjej edhe ne që ishim të humbur, që jemi larg Perëndis, sepse shumë gëzim do t'i japim Atit nëse kthehemi tek Ai. Amen, fjalës të Zotit.